recetë gjeta me produktet gati. Qa do gatuajmë sot? Sa receta kemi dhe... 3 receta kemi. 3 kemi sot. 3, të shkoj 4 humbë dhe vëmendja. Do në temi 3 dhe të sigurta, por faktikisht është një gatim që quhet bujurdi. Ne mund ta them edhe me perime, në tigan, po bujurdia faktikisht që është një ushqim i ardhur nga turku, dhe po ta thuash akoma dhe më sakt, është aziatik, sepse Turqia kur kur u krijua shtet, kishte kuzhinën, kulturën nga Azia. Gjë që kështu unë thash dhe zanafillën, se më pëlqen të them dhe këtë zanafillën. Më tërheq pak. Lind një recet, ka dhe një histori. Patjetër ka dhe historikun e vet. Dhe unë do ta kthej. Siç është individuale, kjo për mua, dhe kjo në tigan është për të gjithë. Dakor? Bukur fort. Bukur. Dashuria nis nga vetja dhe për ushqimin nis nga vetja. Dashuria kalon nga stomaku dhe normalisht, që se nuk duam veten, nuk duam askënd. Tani prandaj ke ndarë dhe në 2 tasa. Po, një për veten, një për të gjithë. Bukur fort. Me energji të mirë sot për veten. Atëherë, qa duhet tani për si fillim, mua më duhet të shtoj vajin. Dhe kur themi tek vaj, e kam thënë që studimet e fundit kanë thënë që më i dur është vaj i lulediellit. As vaj i ullirit, të gjitha janë të dura, as nuk diskutohet, por më i duri është vaj i lulediellit. E kalojmë këtë temë sepse nuk më përket mua, pak fare më përket, por jo shumë. Kam qepët, kam specat e kuqe, kam domatet, normalisht kam disa ullinj sepse japi një super shije dhe ne e dim shumë mirë. Ulliri me djathë në shkon jashtë mase. Kur themi bujurdi, ne do themi dhe djathë të bardhë. Bujurdi pa djathë të bardhë nuk ka. Patjetër që nuk mungojnë as erza dhe them të erzat edhe të bimët aromatike. Me lezet. Shtoj qepët. Tek qepët unë dhe shtoj erzat. Bëra mix. Ja, të bëra mix. Çfarë kam tek erzat mix? Kam piperin e kuq, paprikën ndryshe, hudhër, krip, piper, turmerik. Kam vendosur të gjitha këto erza që të më japin një shije të veçantë. Që kosa që fillon, patjetër që kam edhe keri. E kam thënë vazhdimisht që keri është mix i disa erzave. Kemi me 7, kemi dhe me 12. Normalisht ka brenda dhe baharna. Baharnat janë madhësia më e madhe se kokra e piperit. Normalisht është e zhveshur nga lëvozhga, sikurse është e veshur me lëvozhg. Atëherë unë filloj dhe merrem me qepën, dhe teksa merrem tek qepa, kam specat e kuq. Specat e kuq i kam prerë në një madhësi mesatare, as e vogël as e madhe, më jenuse. Na musqare. Osa të desha dhe të dua, moje mira. Po bëj tamam, këndoj tamam, jo gjus poezi, gjus kënd. Kur më dole në sokak, aman. Ta mbajnë dhe andej. Do të shtoj specat. Po. Pra, morën këtë ngjyrën e këndshme. Kanë aromën e dur, dhe aromën më të dur e jep keri dhe hudhra. O, pilargoj të dyja këto. Nuk kam shtuar vaj, më pak se e dura kam shtuar. Do thoni ju përse. Sepse janë pak me krip dhe në fund fare unë heq pakës ujë këtu. Sigurisht që ato ku konservohen kanë sasinë e kripës, janë dhe të mbushura, sasinë e vaj gjithashtu, por e veçanta dhe ajo që i lidh të gjitha këto produkte është një emër prestigjos në tregun italian, sjell në Shqipëri nga Ateuta dhe që quhet Ponti, me cilin ne kemi shijuar receta shumë të mira përmes uthullës së pontit, uthullës së mollës, acetut balsamike, ullinjve, paketime të tjera, kaperin edhe shumë e shumë produkte të tjera në kavanoza, të ambalazhuara me shumë kujdes edhe një ambalazhim cilësor që i bën produktin të jetë i freskët dhe mbi të gjitha, brenda të gjitha standardeve të kërkuara të ushqimit. Ushqimi qëndron ku thotë kaperit. Edhe kapri me hapata avashta. Është ai kavanoz i vogël apo kemi hapur një tjetër? E marr, edhe vi.
Mund t'ja shtojmë brenda. Ja shtojmë se të jep një shish të veçantë. Të kokrat e vogla, kapër Një lugës. turshi, të konservuara, dhe tani duke shtuar ullin, duke shtuar dhe kaperin, ne do të pakësojmë sasinë e kripës që t'i shtojmë bujurdis, saj mezeje të ngroht me speca, me djath, me erza të shumta, që shijon familjarisht duke shoqëruar një program, një ndeshje, ku duan çfarë mund t'i shoqëroj familjet tona, çfarë ndiqni më së shumti, me një meze të tillë. Pastaj, për të shoqëruar mezen, mund të keni sallata të tjera shoqëruese në tavolinë. Mos themun atë pijen e preferuar të shqiptarëve. Kush është? Po kush është? Po kanë çik raki nevojë mezja, në çik pak birr, duan verë. Pra vera shëntëron shpirtin, kurse rakia shëntëron mendjen, më duket. Mendjen edhe shijen. Me shije është dhe kjo. Çfarë do të shëntërosh, aty orientohesh edhe. Mirë është që ti je kështu siç je, se je i pastër, s'ke nevojë të shëntërohesh. Atëherë shtoj tomatet. Do i vëmë dhe kapakun, besoj që të zbuten To, domatet. faktikisht, nuk duan të shej ullint. Gruposha dhe zonja që ne na ndjekin, besoj ju duhet një recetë e tillë për bashkëshortët, kur ju vjen dikush në shtëpi që do t'i përgatisësh një meze të shpejt, ne ju sjellim, ju sugjerojmë bujurdin, këtë meze të ngrohtë, siç e tham, me speca, domate, ullin, djath, pak qep dhe erza, për cilën tani ja do t'i shtojmë edhe djathin në fund të thërmuar ose të prerë në kubik. Recetet që mund të përfundoj ose në tigan, ose në një tavë kështu individuale, këto që bëjmë tavat e dheut, përgesat. Atëherë, laj pak duart. Mund ta presim siç është kubikun e djathit, ose do ta thërmojmë. Siç ja thërmojmë dhe turlis, për shembull. Ja. E duke qenë se tani në këto momente që ne shohim plot ngjyra, shihet janë goxha të forta, prej ullinve, specave, erzave, gjithashtu qepës. Të gjithë këtë shije të fortë do ta freskoj zbus padyshim edhe majdanozi, koperi, që do t'i shtojmë në fund fare, me një aromë shumë të mirë. Përse nuk vendosa dorezat? Sepse djathi qëndron të dorezat, ngjit, dhe nuk është Ne e dhe në kënd shtëpi nuk përpësyri. vendosim doreza për të Ja, thërmuar i djathtin. lë të tillë me pakës fare Ujë majdanozi dhe koperi. ujë në bimët aromatike, i vë kapakun dhe pres. E mos harroni që kur t'i merrni bimët aromatike, tani që janë me shumicë dhe janë të freskëta, janë të sezonit, që tregojnë edhe ngjyrën përkatëse që janë kështu jeshile me shumë klorofil. Mos harroni që këto bim pasi t'i lani mirë me sodë, për shkak të pesticideve të ndryshme, për shkak të dherave që mund të kenë marrë nga toka, edhe varet se toka mund të jetë e kontaminuar, çdo perim duhet larë patjetër me sodë. Dhe pasi e kemi shpëlar mirë, i vendosim kështu në gotë, siç vepron Albana në gatimin ton, duke i lënë të qëndrojë në një gotë apo një kavanos më të madh. Ju përveç se i përdorni gjethet në gatime të ndryshme, po ashtu përdorni edhe ujin, mos harroni ta konsumoni se është shumë i shëndetshëm. Edhe një hidratus shumë i mirë. Kur është i larë mirë, normalisht ju ujin e konsumoni dhe për vete në mëngjes. Por, gjithmonë duke qëndruar larg frigoriferit, pra qëndron në fazën e parë, qëndron në frigorifer dhe më pas në ambient. Vendosim E edhe lë kapakun. dhe merrem pak me tavën. Kjo ishte mënyra e parë e përgatitjes së Kurse bujurdisë. mënyra e duhur është
të marrë dhe pakos vaj. Është një tavë thjesht, unë e bëj individuale. Pra kjo është mënyra që nuk do dhe ka urdisje i bje. Absolutisht. Vendosin perimet njëra pas tjetrës, një tavë të lyer të spërkatur me vaj. Do të shtoj. Speca. Bollshëm. Domatet. Domatet. Pashtu edhe erëzat. Pra, unë i kam të gjitha. Po. Piperi kuq, rigon, bimë aromatike. I vendosim në domatet, sërish qepët. Lëngjet që lëshojnë, aromat që lëshojnë, ndikojnë shumë mirë dhe bëhet një shije e përbashkët. E një trajtshme me perimet. Në fund fare. Largoj pjesën. Edhe djathin. Djathin. E vendosim më pas në një furrë të parangrohur, në këtë mënyrë mund të bëni edhe një tavë më të madhe. Po, pa tjetër. Nëse doni që gjithë kjo recetë të përfundoj në tavë të ndiqni mënyrën e dytë të përgatitjes së saj. Pra, e shtypim mirë. Dhe sërish djath derisa ne shohim do të bjerë volumi. Që tava, që tava një tavë e thjesht fare, me pak produkte dhe shumë e shishme. Plot ngjyra, siç duhet të jenë në fakt vaktet. Edhe në tigan, vazhdon procesi i zjerjes dhe i lëshimit të aromave dhe të lëngjeve. Bëhet më shpejt patjetër në tigan, por ne do të testojmë deri në fund se ku merr më shumë shije kjo recetë. Ndaj edhe e sollëm me të njëjtat produkte në 2 mënyra gatimi. Shohim edhe një herë së bashku listën me produktet e bujurdis apo të mezes së ngrohtë me domate, speca dhe djath. 200 gram djath të bardhë, 2 domate të pjekura mirë, një spec jeshil ose i kuq, një spec djegës, 2 lugë vaj ulliri, qep, ullinj, pak rigon të thatë, piper i zi, majdanos të freskët apo koper, shtoni gjithashtu dhe paprika ose piper të kuq të ëmbël. Pastaj nëse e doni në shijen më pikante, jashtoni ato dozat e specit të djegës. Servirjen e bujurdis ka përfunduar receta, dihet që ishte një recetë shumë e thjeshtë dhe e shpejtë që gatuhet lehtësisht edhe në tigan edhe në furrë në 2 variante të gatimit. Kjo është bujurdia, me ngjyra dhe me shije, me ullinj, me speca, me pak qep, me djath dhe me erza. E ashtu bimë aromatike. Recetën me mënyrën e përgatitjes do të gjeni pak më vonë edhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Shifeni sa e bukur është, mund të freskoni akoma më tepër me gjethe majdanozi nëse e doni të theksuar aromë, po ka mjaftueshëm erza, kështu që ndoshta do ishte e duhur edhe shija e perimet. Miksit që bëm, po. Shkëputemi tani për pak reklama, do të rikthehemi, ndoshta do jemi gati edhe për ti serviru siç duhet edhe patlıxhan dhe të kalojmë tek receta e tretë. Ju presim.